Ligji I ri për koncesionin dhe partneritetin publik-privat kërkon transparencë plot nga të gjitha institucionet, duke bërë publike çmimin e ofertës, listën e çmimeve dhe kriteret e përzgjedhjes. Thuhet në burgje dhe infrastrukturë gjyqësore, koncesion. Unë mendoj që ky është një shërbim publik shumë I rëndësishëm, edhe që ka të bëjë me sigurinë dhe rendin publik, po edhe me sigurinë kombëtare. Do thënë dhe për mua fjala bie, për bindjet e mia natyrisht që kjo s'do të jetë tu fare. Dhe as du ta çoj kush në mend që mund t'japi burgje me koncesion. Ajo që mund të them është që ligji parashikon fushë zbatimi. Nëse japim apo jo një gjë me koncesion, rast pas rasti është vlerësim rast pas rasti I organeve dhe institucioneve përgjegjëse që duhet vlerësojnë janë apo jo për ta dhënë me koncesion. Sipas drejtuesit të Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve, Emiliano Gjika, tha se ky ligj është I harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian. Fusha e zbatimit neni 4, e mirë kuptoj këndvështrimin tuaj që është hapur shumë, por është copy-paste e aneksit direktivës. Dhe ka të bëjë me përputhshmërinë që ne kemi marrë fushat e direktivës dhe I kemi vendosur aty. Por çdo projekt koncesionar duhet të hartohet më parë një studim I detajuar fizibiliteti. Ky studim miratohet nga Ministria e Financave, pasi analizohen kostot, përfitimet dhe çdo rrezik potencial për buxhetin e shtetit. Me këto ndryshime, qeveria synon të forcojë kontrollin dhe llogaridhënien në përdorimin e fondeve publike.